Edhe në Zëlies Demokratike të Kosovës ka votuar kundër raportit, jo pse nuk përmban të dhënat e sakta të dërguar nga Komisioni Zgjedhor i Republikës së Kosovës, por për arsye që nuk është shpërndar dokumentacioni me kohë sa i përket faktit të tërheqjes së kryeministit dhe ministrat të cilët vetëm janë zgjedhur në zgjedhjet e fundit si deputet të kësaj Republike. Për të siguruar siguri kushtetuese që nuk do të ketë shkelje të aktit më të lartë juridik të Kosovës, ne kemi kërkuar dokumentacion shtesë dhe është na paraqitur tek në komision një letër e dërguar sot nga kryeministri i Republikës së Kosovës, letër e cila do duhej të shpërndahej gjithë qytetarëve të Republikës, po ashtu dhe Komisionit Qendror Zgjedhor dhe Presidentit së vendit në ditën e certifikimit të rezultateve, kushtimisht para certifikimit të rezultateve, ashtu siç e parashën në 26 i ligjit të ri për qeverinë e Kosovës. Shprehimisht, ne nuk besojmë që ky kryeministër aktual, i cili tashmë vetëm është në dorëheqje sipas kësaj letre, nuk besojmë që ky prap nuk do ta shkelë kushtetutën dhe pas dhënies së vetimit do të kthehet në zyrën e kryeministrit, bashkëministrat, zëvendës kryeministrat të zgjedhur dhe do të vazhdojnë. Në marrjen e vetimit do të përfundojnë të gjitha mandatet ekzekutive ashtu bashkë edhe kushtetuta. Por në letrën e cilën është dërguar, kjo nuk është shprehimisht, sepse vetëm tregon që në aspektin efektiv që ka kryer këtë proces deklarativ në datën 27, por ka qenë të kryer detyrat e kryeministrit në detyrë, e cila është bashkë me ndërtim të ligjit për qeverinë. Deklarativ referohet statusit. Sigurisht, nuk e kam përcjell, sigurisht e keni përcjell, por këtë shpjegim do të jap këtë çfarë është Presidentit të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Përshëndetje dhe nisja e Deonës kemi votuar kundër. Për shkak të faqarësive që ka posë dhe nuk kemi dashur që të hyjmë ose të votojmë një raport i cili në të cilën shkelet kushtetuta e Republikës së Kosovës, shkelet ligjit të Kosovës, ne kemi mësuar me praktikat e kësaj qeverie për shkeljen e kushtetues, për shkeljen e ligjeve, andaj ne nuk kemi dëshuar të bëjmë pjesë kjo. Letra e tërheqjes në fakt sot ka arritur në këtë komision, si kemi pas asnjë siguritet dhe nuk e dim se çfarë do të bëjnë ato vazhdojnë këtë qeveri për shkeljen e kushtetutës dhe ligjeve, sepse do të kthehen prapë pas këtij fakti, do të kthehen në krye, do të jenë edhe deputet, do të jenë edhe kryeministër, do të jenë edhe zëvendës kryeministra apo edhe ministra, për të filluar në këtë formë shkeljen e kushtetuta dhe ligjeve të Kosovës. E votuar minoritete disa për një trit partit A për të votuar. Kundër ka pas 4 abstenime, ndërsa 10 kanë qenë për nga minoritete të cilat Greqë edhe kanë bëjnë nga disa serbe kanë abstenuar, Ademi ka abstenuar, nga Madje ka abstenuar, edhe ka shkuar me kanë.